Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vendosni gjethe dafine në çorapet tuaja para gjumit dhe shpëtoni nga këto 3 probleme. Kur bëhet fjala për ilaçe natyrale, gjethet e dafinës shpesh anashkalohen pavarësisht nga vetitë e tyre të jashtëzakonshme medicinale që në kohët e lashta. Ato që shumë njerëz nuk dinë është se vendosja e një gjethe dafine në çorape, veçanërisht afër themrave, mund të sigurojë lehtësime të konsiderueshme nga mpirja e nyjeve, e kyçeve dhe inflamacionet e tyre. Gjethet e dafinës janë të pasur me eugenol, një përbërës i njohur për vetitë e tij të fuqishme antiinflamatore dhe analgjezike. Ky përbërës natyral i gjetur jashtëzakonisht në analgjezikët aktual pa recetë është jashtëzakonisht efektiv në reduktimin e dhimbjeve dhe intjeve. Duke vendosur një gjethe dafine në çorape, ju mund të synoni drejt për drejt dhimbjen dhe inflamacionin pasi përbërësit e saj mund të absorbohen përmes lëkurës. Por si të përdorni gjethen e dafinës për këtë rast? Përdorimi i gjetheve të dafinës në lehtësimin e mpirjeve të këmbëve është thjesht shumë i lehtë për t'u përfshirë në rutinën tuaj të përditshme. Do ju duhen disa gjethe dafine të pastra dhe të thata dhe një palë çorape. Vendosni një ose më shumë gjethe dafine në këmbët tuaja dhe themrat tuaja do të marrin lehtësime të duhura. Gjithashtu, gjethet e dafinës ofrojnë shumë përfitime për organizmin tuaj, duke ndikuar drejt për së drejti edhe në mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm. Dafina është përdorur nga para artësit tanë për të përgatitur dezinfektues sapunëra të ndryshëm për të pastruar rrobat ose enët e kuzhinës, veçanërisht në rastin e shfaqjes së problemeve. Në ditët e sotme vlerat e dafinës shkojnë përtej përfshirjes për stomakun dhe veshkat. Këto gjethe fantastike kanë aftësinë të detoksifikojnë trupin, të ngadalësojnë procesin e plakjes, të përshpejtojnë procesin e shërimit, të mbrojnë organizmin nga infeksionet, madje diabetin e mbajnë në kontroll, përmirësojnë shëndetin e zemrës, reduktojnë inflamacionin, rregullojnë frymëmarrjen, përmirësojnë tretjen, lehtësojnë dhimbjet nga reumatizma, luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin dhe shumë të tjera, citon WebMed. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe vitaminën A. Ky e fundit është një antioksidant natyral, i cili njihet edhe për veti të mbrojtëse edhe për shikimin, por edhe për mbrojtjen kundër problemeve të mushkërive. Dafina ka në përbërje të saj nivele të mira të mineraleve të tilla si bakri, potasiumi, kalciumi, gjithashtu magnezi, zinku edhe mangani. Potasi ndihmon në mbajtjen në kontroll të rrahjeve të zemrës dhe të tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, ndaj sigurohuni ta keni pjesë të dietës suaj dafinën për të marrë gjithashtu vlerat e tyre të rëndësishme për shëndetin. Gjethet e dafinës, sipas ekspertëve të health.com, janë një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe për sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tuaj tretës, si diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjethteve të dafinës ndihmon gjithashtu edhe me tretjen, qetëson stomakun dhe zorën e trazuar, citon health.com. Dafina është një lehtësues shumë i mirë i problemeve tuaja të frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar gjithashtu edhe në probleme të tjera siç janë ato të frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin e dafinës dhe më pas lëngun e krijuar ta shfrytëzoni për avull, që të ju lehtësojë dhe mbi të gjitha do të eliminojë bakteriet të dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet kryesisht edhe grave shtatzana. Ai përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë mund të përdorni gjethet e dafinës. Lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin, do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka efekte të mira antiinflamatore për shëndetin tuaj dhe si e tillë mund të sjellë përfitime të mrekullueshme në dobitë të saj. Një nga vlerat më të çmuara që ka dafina në shëndetin tuaj është se
redukton inflamacionin në organizëm dhe gjethet e tyre kanë në përmbajtje element të veçantë të njohur si ato që reduktojnë irritime në zona të caktuara të cilat mund të jenë të prekur nga artriti. Dafina është një aleate e mirë e shëndetit tuaj gjithashtu edhe kundër problemeve të zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acide të ndryshme siç është acidi kafeik dhe rutin, dy element shumë të rëndësishëm që japin gjithashtu e zemrën forcën më të mirë ushqyese dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Dhe ekspertët këshillojnë në përdorimin e gjetheve të dafinës në këtë aspekt si një mundësi e pëlqyer e trupit për të parandaluar këto komplikacione. Gjethet e dafinës janë në një zgjidhje shumë e mirë, edhe për personat që tashmë vuajnë nga ankthi ose stresi. Për shkak të përfitimeve të tyre unike dhe elementeve të tyre ushqyes, ato janë në një zgjidhje shumë e mirë në dobi të organizmit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linalol, element që ul hormonin e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësoheni edhe në momentet më stresuese kur ankthi është tepër i lartë. Dafina është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Gjethet e dafinës kanë në lidhje të drejtë për drejtë me rregullimin e niveleve të sheqerit dhe mund të jenë një mundësi e shkëlqyer edhe për shëndetin tuaj. Ndaj konsiderojeni atë si një zgjidhje mjaft të mirë të dobishme për shëndetin e përgjithshëm. Vaji i ullirit me gjethe dafine mund të përdoret gjithashtu si një ndihmë shumë e mirë për organizmin tuaj, për të përmirësuar gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kyçeve. Përbërësit që ju duhen në këtë rast janë 60 gram gjethe dafine të njom ose gjethe të thatë. Ju duhen 500 ml ose 2 gota me vaj ulliri. Mund të shtoni rozmarin për aromë. Ulëzimet e përdorimit të saj janë gjithashtu nga më të ndryshmet. Mbylleni kapakun fort dhe e lini në vend të errët dhe e lini të përzierën për 14 ditë. Her pas here e tundni kavanozin e qelçit që përzierja të jetë e njëtrajtshme dhe kështu do të keni gjithashtu shumë përfitime të mira për organizmin, duke ndikuar në përfitimet më të mira në shëndetin tuaj. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret në forma të ndryshme si në krahëror ashtu edhe për nyjet tuaja. Kështu përfitimet që do të merrni për shëndetin do ju bëjnë gjithashtu ndryshime të mira pozitive për trupin tuaj. Dafina është të përdorur nga ararësit tanë për shfaqjen e problemeve të ndryshme dhe mund t'i japë trupit shumë përfitime unike, duke ndikuar gjithashtu edhe kundër sekrecioneve dhe aromave të pakëndshme të frymëmarrjes. Receta me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët frymëmarrjes dhe zhbllokon gjithashtu hundët tuaja. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një tjetër. Mbuloni kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Dafina përbën një mënyrë efikase për të lehtësuar kollën e thatë. Receta kundër kollës përgatitet shumë lehtë në kushte shtëpie. Në një tenxhere ose çajnik ulëzohet të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafine. Pasi të kenë zjerë për 10 minuta, kulloni lëngun dhe e lini të ftohet. Lëngun e hidhni në një tas, shtoni gjithashtu ose sheqer kaf, lëng limoni ose dhe mjalë. Përzierni mirë dhe mund ta përdorni atë si një produkt që mund të bëni gargar në lehtësimin e problemeve të tilla. Vaji esencial i dafinës mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë përfitime unike, ndaj edhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet natyrale që mund të merrni përfitimet më të mira nga dafina. Ekspertët vazhdimisht e këshillojnë atë, por përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për ndryshimet që mund të keni. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.